Shumë kohë, edhe pse do më pëlqente të vazhdoja gjatë me këtë pamje ekskluzive që kam këtu, jo më pëlqen, por më frymëzon shumë. Më frymëzon shumë. Dhe kështu me faqe për muri ju pafsha gjithmonë vetëm me shëndet, aman, se na duhen i gjallë. Për sigurin, drejtsin dhe rendin kemi një buxhet masiv. Natyrisht është një buxhet që diktohet nga detyrimet tona të patjetërshme në dy drejtime. Detyrimi në raport me antarësimin tonë në NATO dhe detyrimi në raport me drejtësinë e pavarësinë e cilës e garanton vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe kështu në buxhetin që do të miratojmë kemi një rritje domethënëse të mbështetjes qoftë për mbrojtjen, qoftë për drejtësinë. Nuk dua të marr kohën e kolegëve të tjerë ministra që do të flasin më drejt për drejt për sa i përket aspekteve të përveçme të buxhetit në çdo sektor dhe do të flasin me detaje, por dua të shtoj një element të fundit që është skema e re e kompensimit për fermerët që nuk janë subjekte të VSH-s. Me këtë kompensim të VSH-s që do të kryhet drejt për drejt nga administratat adimore, besoj që do t'i japim një shtytje domethënëse përpara edhe sektorit bujqësisë, duke i mbështetur drejt për drejt fermerët dhe norma e rimbursimit që kemi vendosur është më konkurruesja në rajon dhe vendoset mbi nivelet 5 deri në 8% të vendeve tjera duke qenë në nivelin 10%. Duke e mbyllur, dua të siguroj të gjithë ata që na ndjekin që Shqipëria nuk ndalet. Shqipëria nuk ndalet sepse kemi hyrë në një fazë vendimtare. Një fazë vendimtare që dje mori një shtysë të re në Bruksel, ku jo vetëm hapëm të gjithë kapitujt e negociatave, por jemi të çmuar me notat më pozitive. Dhe jemi të çmuar me notat më pozitive pikërisht sepse jo vetëm i kemi qëndruar strikt të gjitha detyrave dhe praktikisht sot jemi në vendin e parë për plotësimin e të gjitha atyre kërkesave të parashikuara nga plani i ri i rritjes, samiti për cilin do të mbahet nesër apo pas nesër këtu në Tiranë, dhe nga ana tjetër jemi të çmuar posaçërisht pikërisht për atë që mallkohemi non-stop nga ata që sot po më fusin në një borxh shumë të madh me këtë pamje spektakolare që po më ofrojnë. Pikërisht për drejtësinë, pikërisht për reformën drejtësi, pikërisht për pavarësinë e drejtësisë, pikërisht për respektin ndaj asaj pavarësie dhe pikërisht për faktin që nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori lufton me korrupsionin, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori heton pa dallim, nëse sot Shqipëria për herë të parë në histori ka vendosur në të njëjtin nivel me
pushtetin legislativ dhe pushtetin ekzekutiv edhe flamurin e pavarësisë së pushtetit drejtësisë, kjo jo vetëm është merita ekskluzive e Partisë Socialiste të Shqipërisë, por në ana tjetër botërisht dihet se Partia Socialiste e Shqipërisë është edhe garantja ekskluzive e asaj pavarësie. Parafytyroni vetëm për një moment se si do ta përplasnin për muri drejtësinë e pavarur ata që për momentin dhe për një kohë gjatë do vazhdojnë të përplasin veten. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër. Para se të vazhdojmë, ju sjell vëmendje kodin e etikës të Kuvendit të Shqipërisë, edhe po e citoj për të mos patur debat. Neni 5.1, deputeti gjatë ushtrimit të mandatit shfaq standardet më të larta të sjelljes qytetëruar, dinjitoze dhe të etikës parlamentare korekte. Neni 8.1, deputeti në komisionin parlamentare në seancë plenare dhe në veprimtaritë e tjera parlamentare ruan solemnitetin dhe imazhin e kuvendit. Pika 2, deputetit i ndalohet, fraksion B, të kryej veprime të tjera ose gestikulacione të pajishme, përçmuese dhe ofenduese ndaj kolegëve, administratës kuvendit dhe të ftuarve që ndikojnë negativisht në perceptimin e publikut për deputetin. Tani ndonë se këtë seancë fillua me një apel nga fëmijët, me sa duket nuk mjaftoi, por rregullore është rregullore, i tërheq vëmendjen grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe zotit Bardhi për këtë koreografi si mas e përsëritur vërejtje. Në bazë të nenit 64, fraksion 1. Vazhdojmë me rendin e ditës. Në bazë të nenit 47.1, fraksion 2, fjalën e ka kryetari i grupit parlamentar më të madh të opozitës ose një përfaqësues i caktuar prej tij për të njëjtën kohë sa ajo e kryeministrit, pra kush e do fjalën deri 31 minuta. Zoti Bardhi. Jemi në proces të prezantimit. Zoti kryetari i Kuvendit, fillimisht më lejoni të sjell vëmendjen tuaj që dënimet kolektive i kemi lënë pas në kohën e paraardhësve tuaj.